Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin. Sot në këtë ditë ku ne jetojmë, o Zoti i Madh, mos e nxjerrësh një foto, bëhet nami. Tani dua të flas pak për Luizin, për Kiarën dhe për zonjën Anxhelin. Unë e di që zonja Anxhelin nuk e ka qejf të bëhet pjesë e rrjeteve sociale, e jetës publike, sepse nuk është një fytyrë publike, por duke qenë nëna e Luizit, ajo mori epitetin e nënës më të dashur shqiptare. Zonja Anxhelina, ditën e djeshme, është postuar në Instagram të Luizit nga vetë Luizi, ku ka ndalë në një foto me Kiarën, ku Luizi thot, për post nënës Teres, këto të dyja janë mbretëreshat e mia. Luizi gjithmonë e ka thënë për zonjën Anxhelin, për Kiarën që i don shumë, i ka zemër, i ka jetë, dhe ne gjithmonë kemi parë një marrëdhënie të mrekullueshme të zonjës Anxhelin dhe të Kiarës. Për shembull nga paparazzi janë kapur fotografi ku zonja Anxhelin dhe Kiara kanë pirë kafe me njëra tjetrën. Kiara e ka treguar dhe në emision Hapur Azi, sepse janë gjëra që duken këto. Kanë udhëtuar në pushim bashk, domethënë kanë festuar bashk, janë kënaqur bashk, sepse mundesh te Kiara që të merr Luizin dhe t'i kënd vet, por Kiara shkoi dhe me vjerën, që sot këto goca të reja nuk e marrin vjerën në pushim, ndërsa Kiara e mori vjerën në pushim. Domethënë kanë një marrëdhënie shumë të mirë, kanë një marrëdhënie shumë të bukur. Kiara me vjerën e saj kalon shumë mirë. Dhe kjo fotografia ka bërë namin sepse Kiara nuk e ka postuar në storyn e vet tagun. Tani ka një fotografi tjetër që ka dalur, të lutem anxhir. Kiara ka postuar këtë fotografinë në krevat me Luizin, duke bërë një zemër dhe duke shijuar të gjitha momentet, domethënë duke shijuar dashurinë e tyre. Nuk do thotë që Kiara nuk e ka nxjerr foto në Instagram dhe nuk e do vjerët. Kiara e ka dëshmuar pafund se sa tradicionale është dhe çfarë nuse është. Po të mos ishte Kiara tradicionale, nuk do të ishte kjo Kiara që është. Kiara ka treguar tradicionalitet, Kiara ka treguar njerëj, Kiara ka treguar vlerë, Kiara ka treguar respekt, Kiara ka treguar një familje të mrekullueshme. Prandaj, të gjitha këto hamendësimet e reme që po bëhen për Kiarën dhe për Luizin dhe për zonjën Anxhelin janë të kota. Luizelli gjithmonë e ka treguar dhe e ka thënë që respektin për nënën dhe dashurinë për nënën unë ja kam borxh vetes time. Dhe Luizi ka një respekt të papar për zonjën Anxhelin. Ai kujdeset pafund për të, e respekton shumë dhe zonja Anxhelin kujdeset pafund për engjëllin e tyre. Dhe këtë nuk e bën nga borxhi, por e bën sepse e ka gocën e djalit saj, e don me shpirt. Ajo me kënaqësinë më të madhe ka udhëtuar edhe nga Amerika për të qenë pjesë e festës. Se ju e dini se zonja Anxhelin ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por asaj zemra me patjetër që nuk i ka ndenjur mos jetë në ditëlindjet e Luna. Dhe për të gjën, më falni, unë dua të ul të gjitha këto amendësime. Luizi dhe Kiara kanë një raport shumë të mirë, familjen e kanë të gjitha në rregull. Është e vetmja kjo familje shqiptare e vipave që ka tradicionalitet. Merrni të gjitha vipat shqiptar, asnjëri deri më sot nuk ka nxjerr foto me gruan dhe me nonën në det. Asnjëri. Merrni të gjithë vipat shqiptar. I vetmi Luizi që e mban nënën në plumb të dorës. Asnjëri tjetri nuk ka nxjerrë një foto. Unë nuk dua të i dhërohem, por foto nuk kanë. Luizi së bashku me nënën me Lunën ikën në Turqi, u kënaqën, festuan, kremtuan, pastaj ikën dhe me familjen e Kiarës të gjithë së bashku, të dy familjet e shijuan pafund. Domethënë është e turpshme nga këto gazetarët që po lexoj që Kiara nuk ka raport të mirë me vjerën. Kiara ka shumë raport të mirë me vjerën, sepse edhe vjera duke që Kiarën e mban në plumb të dorës.